Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së shigjetarit. Do bëjmë leximin e javës apo të radhës. Të dashur shigjetar, me keqardhje, se po shkoj që jeni duke anashkaluar një gjë, mund t'ju them që diçka ka marrë fund, por nuk do ta shërosh veten duke heshtur apo duke e shtyrë zgjedhjen që duhet ta bësh. Është një ndësi që një pjesë e jetës tënde ka marrë fund, ja ku është vdekja. Vdekja nuk flet për një fund të keq, flet për një transformim, për diçka që nuk mund të vazhdojë më si më parë. Mund të jetë një lidhje, një mënyrë jetese ose një mënyrë se si e ke trajtuar veten deri tani, të dashur shigjetar. Çfarëdo qoftë, ajo pjesë ka mbaruar. Karta e Kupës tregon për një ndjesi ku asgjë s'të përmbush, ndihesh bosh. Je duke pritur, por nuk e di çfarë. Je i lodhur nga mendimet, por edhe nga pritja. Je aty, por nuk po e ndjen më asgjë si më parë. Dhe kjo gjendje po të mban pezull, të dashur shigjetar. 2 të shpatës konfirmon je duke vonuar një vendim që duhet ta bësh, një zgjedhje që të frikson, sepse mendon se mund të humbasësh, por vërteta është, nuk po fiton asgjë duke qëndruar aty ku je, apo ashtu siç je. Mbreti i shpatës, të dashur, ju a thot troq, mjaft më me zemrën e lodhur dhe me mendjen mjegull. Zgjidh, bëhu i qartë apo e qartë, bëhu e prerë, ki guxim të thuash. Ky kapitull mbaroi, tani dua më shumë. Pra, të dashur shigjetar, kjo java është një javë ku duhet vendosur. Ta mbyllësh këtë kapitull me vetdije, atë që po të mban pezull, dhe të zgjedhësh dritën, atë që do ta ndjekësh. Pra, nëse është në dashuri dikush i larguar emocionalisht, mos e prit kthimin që nuk po ndodh. Zgjidh të ecësh përpara. Një ndjenjë personale se ka të bëj kjo, nëse je në gjendje shpirtërore të mjegull, bëj diçka ndryshe, një vendim, një ndryshim, një ndërprerje të asaj që të mban në një vend. Mos mendo më nëse dhe po të kishe qenë ndryshe. Tani është koha për logjik, të thjellët dhe guxim. Mbaroj. Nuk e mbarove ti, të dashur shigjetar. Zgjidh të mbyllësh dhe të nisësh të jetosh ashtu siç e meriton.